tregov vendlindjen dhe vendemigrimin e profetit Muhammed a.s. Muhamedi a.s. ka lindur në Mekë dhe ka emigruar në Medinë. Ju lumt, ai jetoi 50 vite në Mekë dhe 13 vite në Medinë, ku edhe ndërroi jetën. Cila është shtëpia e adhurimit më e vjetër në tokë dhe ku gjendet ajo? Shtëpia e parë e ndërtuar për adhurimin e Allahut është Qabja dhe ajo gjendet në Mekë. Po, e sakt. Atë e ka ndërtuar Ibrahimi a.s. me djalin e tij Ismailin. Rëndit kushtet e Islamit. Kushtet e Islamit janë shahadeti, namazi, agjërimi, zekati dhe haxhi. Çfarë nuk kuptojmë me shahadet dhe çfarë kuptimi ka ai në gjuhën shqipe? Shahadeti është dëshmia se vetëm Allahu meriton të adhurohet dhe se Muhamedi është i dërguari i tij.